Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka ka folur hapur për zgjedhjet e fundit të Leon Avdullahut dhe Albian Hajdarit, dy futbollistë që vendosin të largohen nga Zvicra për të përfaqësuar Kosovën. Në një intervistë për mediumin zviceran Plik, Xhaka tha se dyshja nuk ka pasur durim për të pritur Zvicrën. Më tej, mesfushori kosovar me pasaportë zvicerane tha se Leon Avdullahu nuk është më i mirë se Ardon Jashari. Lojtarët me cilësinë e tyre nuk janë diçka që do të dojë t'i humbje, por duke parë nivelin aktual të ekipit ton nuk mendoj se do të kishin siguruar një vend titullari brenda 3 apo 4 vitesh. Ardon Jashari është me ne prej 3 vitesh dhe ka vetëm 4 ndeshje të luajtura. A është Leoni më i mirë se Ardon Jashari? Nuk mendoj kështu. Megjithatë, ai është një djalë i mirë, luan rregullisht te Hoffenheimi, por ndoshta i mungoi pak durimi, tha Xhaka. Ai shtoi gjithashtu se vendimi i tyre për t'u bashkuar Kosovës është i respektueshëm pasi përfaqësuesja e tyre tashmë është në një nivel shumë të lartë. Sa i përket mundësisë që Zvicra të përballet me Kosovën në një finale të mundshme në Prishtinë, Xhaka tha se duhet të bëjnë punën mirë ndaj suedisë që ta shmangin këtë. Nëse e bëjmë punën tonë kundër Suedis, ndoshta nuk do të vi puna deri aty, por nëse ndodh, do ta pranojmë situatën, nuk është hera e parë që luajmë në Kosovë, përfundoi Xhaka.